Fakulteti Ekonomik ka organizuar ditën e maturantit, ku morën pjesë maturant nga të gjitha shkollat e Shkodrës. Dekania Elidiana Bashi thotë se është punuar për të diversifikuar programet e studimit, ndërsa në vitin akademik 2025-2026 pritet miratimi i hapjes së një masteri të ri. Është një ndër aktivitetet ndoshta edhe shumë i rëndësishëm, nuk është finalizuar sepse kemi edhe takime në përshkolla me gjitha shkollat që do bëjmë promovimi i stafit, por është një ndër takimet iniciuese për promovimin e fakultetit, për të njohur me programet tona që studentët të mos e kenë zgjedhje të rastishme, Universitetin e Shkodrës, Fakultetin Ekonomik, po ta kenë zgjedhje të parë. Unë do përmendja 3 pikat tona më të forta. Stafi shumë i kualifikuar dhe me shumë eksperiencë, i shkolluar pjesa më e madhe në universitete të rëndësishme europiane dhe ndërkombëtare, të gjitha bashkëpunimet që kemi me universitete të huaja dhe vendase, marrëveshje kombëtare dhe ndërkombëtare që kemi, infrastruktura shumë e mirë dhe shumë komode për studentët që të ndjekin jo vetëm një arsimim cilësor, por gjithashtu edhe ambienti që ekziston në Fakultetin Ekonomik. Do e konsideroja një familje e madhe që mirëpret maturantët me krahët hapur për t'i bërë të gatshëm për tregun e punës, por edhe të kenë një jetë sociale shumë të rëndësishme. Ne kemi bërë diversifikim të ofertës akademike, ndoshta viti tjetër na gjen edhe më të përgatitur edhe me programe në gjuhën angleze, në kuadër edhe të një prej strategjive shumë të rëndësishme që universiteti ka ndërmarrë për ndërkombëtarizimin e Universitetit të Shkodrës. Megjithatë, në ofertën akademike të vitit që hapim është një program i ri master marketing inovativ i propozuar nga Departamenti i Turizëm, i cili është iniciuar, është në fazat e miratimit dhe besoj jemi në rrugën e mbarë për ta filluar në vitin tjetër. Në ofertën tjetër akademike për vitin që vjen, sigurisht që do të ofrojmë edhe programe në anglisht për të përshtatur edhe me nevojat e reja të tregut. Ndërsa maturantët bën gati të zgjedhin degën ku do të studiojnë, Universiteti i Shkodrës po e shfrytëzon këtë periudhë për të promovuar fakultetet dhe programet e tij të studimit në mënyrë që maturantët e mbar veriut të vendit, por edhe ato nga rajoni ta kenë zgjedhje të parë Luiç Gurakuçin.